është kryesori. Këtu janë disa nga komentet të cilat i kemi gjetë online për ty. Zgjedhë një, na lexo. Që në kanë gjitha shumë komentet bukura. Unë së pari falenderoj të gjithë ato, të gjithë fansat e mi apo publikun e gjerë që më përkrajnë, që më komentojnë, më japin zemër, më japin vullnet edhe një, do më thënë, janë motivi që unë të vazhdoj edhe të bëj gjërat mira për ta. Edhe për vete, sepse së pari për vete ndije mirë dhe ajo reflekton pasaj edhe këtë tjerët. Po ta lej ty ta zgjedhësh. Je më e mira, diaspor, me zë, me të gjitha, jo mendje madhe, gjithmonë kishin perfekt si femër, si këngëtare respekte Lori. Faleminderit shumë, më emocionoj kjo mesazh, sinqerisht. Thonë që nuk je mendje madhe, në përgjithësi është koment të cilën ndoshta e thonë edhe kolegët për ty. Ndër të rrallë që për dikë, si ti me profesion këngëtare që thonë, nuk është fare mendje madhe dhe nuk ke shumë probleme me kolegët e tjerë. Jo, Elita, unë në fakt kam zgjedhur që t'jem vetvetja gjithmonë edhe prindrit e mi kanë mësuar disa gjëra që e vogël, ndoshta unë kam marrë shumë nga ta, kam marrë këtë zemër mirësin ose sjellja shumë e mirë me njerëzit. Kam marrë një farë kulture që më ka vyer shumë gjatë jetës time, gjatë gjithë karierës time deri tani, kështu që i falenderoj shumë prindrit se me të vërtet ata jo vetëm që kanë sakrifiku çdo gjë në jetë për neve, por këto mësime na kanë bërë mirë. Dhe jam munduar që edhe me kolegë t'jem shumë e mirë, për arsye sepse ne ndajmë të njëjtën punë ose ndajmë bukën bashkë edhe ka bukë për të gjithë, në fund. Ka për të gjithë. Do më thënë, unë nuk mund të këndoj në një dasëm apo në një koncert, në 10 koncerte në natë, unë në një do këndoj. Kështu që shumë mirë kur të gjithë kanë punë, edhe gjithë kush është i lumtur pastaj. Tetova të bëni milionere. A e milionere mas pari? Po, unë jam milionere me shumë dashuri, sinqerisht. Dëgjoj, dashuria e publikut, që ka qenë pa kufi dhe pa kushte gjithë këto vjetë karierë, që po bëhen gati 30 vjetë. Mendoj që është pasuria më e madhe në botë, jo vetëm për mua, po për çdo artist. Edhe jo vetëm Tetova mua më ka bërë milionere, por Tetova, gjithë Maqedonia e Veriut, gjithë Kosova, ku kam qenë prezente, diaspora, Amerika, Australia, Kanada, do më thënë ku ka shqiptar, në çdo vend ku kam kënduar dhe më kanë dhënë dashuri, ajo është që mua më bën të pasur. E bukur. Komenti tjetër, oj mis. Unë dhe misi. Si dhe që tjetë unë e të shmoj çdo koment, si i mirë, ashtu edhe kritik. Jo, pastaj mos të hymë të komentet të cilat nxjerrin vreher, që janë komente që nuk di si të quaj, që kanë, do më thënë, nuk kanë sens. S'kanë asnjë farë sensi. Megjithatë, faleminderit shumë, unë nuk është se jam mis, po mundohem që të mbaj veten, gjithmonë në top formë. Që t'jem e kuruar, megjithatë, ka gjithmonë diçka që s'është gjithmonë perfekte dhe perfeksioni nuk është mirë me qenë, me thënë drejtën. Një këshill për gjithë këta fansat e tu edhe ata të cilën ndoshta e them më herë që vjellin vrerë në rrjetet sociale, çka do t'i thoj, se në fundit edhe këngëtarja nga mishi e gjoku, apo jo? Ne jemi njerëz si gjithë të tjerët, unë jam vajza e dikujt, jam motra e dikujt, të gjithë kanë nëna, motra, gra në shtëpi, ose edhe ato femra që nxjerrin vrerë ndaj një femre tjetër, mendoj që nuk është e hishme, edhe duhet mendohesh mirë para se të gjykosh dikë, pa e njohur, sidomos kur hyn në karakter. Jam shumë dakord kur një kritik ose një koment është për këngën, për veshjen, për gjithçka që unë kam, domethënë rreth artit që bëj unë. Jam shumë dakord kur dikujt nuk i pëlqej, sepse nuk mund të jemi mirë për të gjithë, edhe shija është relative, gjithkush e ka shijen e vet. Jo gjithë kush e përqen muzikën që bëj unë, edhe shumë normale, absolutisht nuk është se s'jam dakord për këtë. Por kur hyn pastaj në karakter, ajo është diçka që të vret, domethënë të vret ty personalisht edhe familjarët e tu që i shikojnë. Megjithatë, tash ne jemi bërë shumë imun ndaj gjithë këtyre komenteve, edhe me thënë të drejtën s'duhet t'i marrim edhe parasysh.
duhet të marrë parasysh ato që kanë të bëjnë me gjërat që bëj unë dhe të marrë nga ato kritika më të mirë, po, atë që vlen, që mua të më vlej për gjërat që bëj pastaj, për projektet edhe kështu me radhë. Të falenderoj për sinqeritetin edhe të ftojmë ullë në Hot Seat.